Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta që ka lënë mjekët gojë hapur, ja si t'i thoni lam të mirë diabetit. Diabetikët zakonisht kanë kufizime të mëdha në ushqime dhe në mënyrën e jetesës. Shumë prej ushqimeve që mund të konsumoni në një ditë për diabetikët janë të ndaluara dhe këtu futet sheqeri, buka, prodhimet e brumit, madje edhe disa fruta. Megjithatë, disa prej tyre munden që të kthehen në një kur të vërtet. Këtu futen karrotat të cilat sipas ekspertëve munden që të ndihmojnë në një trajtim natyral të diabetit dhe më konkretisht lëngu i tyre. Ndaj këtu ju do të mësoni të gjitha këshillat mbi këtë çështje. Karrotat janë të njohura për vlerat e tyre në shëndet, duke filluar që nga flokët dhe deri tek lëkura. Në lidhje me diabetin, ato përmbajnë beta-karoten, vitamina A, antioksidant, fibra dhe një sër nutrientësh. Një karrot mesatare përmban vetëm 4 gram karbohidrate të tretshme dhe shumë pak sheqerna. Ekspertët thonë se vitamina B6 ka një rol shumë të madh në fuqizimin e metabolizmit. Mungesa e kompleksit të vitaminave B në trup lidhet me shfaqjen e diabetit të tipit 2, ndërsa karrotat ndihmojnë trupin që të marrë një sër vitaminash nga ky grup. Vitamina A, nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme për kontrollin e nivelit të sheqerit në gjak, duke e balancuar atë për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti. Si duhet ta përdorni lëngun e karrotës? Megjithse kanë shije të ëmbël, mund t'i konsumoni pa rrezik edhe nëse vuani nga diabeti. Lëngu i karrotave do të përmbajë sheqerna dhe njëkohësisht karbohidrate, por nuk do t'i ngrejë nivelet tuaja të diabetit. E rëndësishme është që të mos i shtoni sheqer teksa e konsumoni në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Gjithashtu, ekspertët rekomandojnë të mos e konsumoni këtë lëng çdo ditë, pasi ka nivele të mëdha karotenoidësh të cilët ndikojnë në pigmentimin e lëkurës tuaj. Lëngun e karrotës mund ta pini menjëherë siç është, ta shtoni tek sallata, ndërsa me mbetjet nga shtrydhja mundet që të bëni një kek. Receta e duhur për diabetin: të konsumosh pije të ëmbla kur je me diabet duket si diçka e vështirë, por jo kjo që ne do t'ju sugjerojmë në këtë video. Përbërësit janë 800 gram karrota, 200 gram mollë të kuqe, 200 gram mollë jeshile, 20 ml lëng limoni, 20 gram xhinxher. Përgatitja: priteni të gjitha në copëza të vogla dhe shtrydheni. Më pas ruajeni të mbyllur në frigorifer ose mund ta konsumoni menjëherë. Ky lëng me bazë karrota dhe mollët përtej diabetit do t'ju ndihmojë që të aktivizoni sistemin tretës, rregulloni presionin e gjakut dhe ju forcon shikimin. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij nuk prodhon mjaftueshëm insulin ose nuk mund ta përdorë atë siç duhet. Ky problem shkakton akumulimin e tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë pasohet me një sër simptomash siç është drobitja fizike apo sëmundjet e zemrës. Sipas të dhënave, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqime dhe pije të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mirat sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video ju do të mësoni më shumë për ushqimet të cilat rekomandohen për uljen e nivelit të sheqerit në gjak, drithrat ose buka e elbit. Nëse shumica e bukëve duhen shmangur, buka prej elbit dhe ajo prej drithi kanë një nivel të ulët glicemie. Ato janë të pasura me fibra dhe njëkohësisht ngadalsojnë tretjen dhe stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rruzh dhe mollë. Shumica e frutave kanë një nivel të ulët të glicemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fibër, por niveli i glicemisë mundet që të ndryshojë
në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë një nivel të lartë glicemie, sepse shtrydhja largon fibrën dhe në të mbetet vetëm sheqeri. Studimet të gjithashtu kanë konfirmuar se njerëzit të cilët konsumojnë shumë boronica, rrushë dhe mollë kanë më pak mundësi që të preken nga diabeti i tipit 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë një nivel të lartë glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë një nivel të ulët dhe për më tepër janë të pasura me ushqyes. Nga ana tjetër, kosi është i vetmi produkt bulmeti që ul rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi i bërë në shtëpi ka një nivel të ulët glicemie dhe mbi të gjitha është i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave, tërshëra ka një nivel të ulët glicemie dhe njëkohësisht ajo ka pak gjasa që të shkaktoj luhatje të nivelit të sheqerit në gjak. Tërshëra, ajo përmban njëkohësisht edhe B-glukan, të cilët munden që të ulin nivelin e sheqerit në gjak, por përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët gjithashtu janë të pasur me proteina me bazë bimore, acide yndyrore mono të pangopura, antioksidant, vitamina dhe minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhen konsumuar pa e tepruar dhe në variantin e pa përpunuar të tyre. Hudhra. Gjithashtu, sipas ekspertëve, hudhra ndihmon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe gjithashtu përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet të hahet e freskët sepse ushqyesit e saj janë tërësisht më të dobishëm. Peshqit. Peshqit kanë një nivel glicemie dhe ato janë më të shëndetshëm për diabetikët. Merluci i rritur në ujëra të ftohta është veçanërisht i rekomanduar për diabetikët dhe për personat të cilët janë të rrezikuar prej tij. Gjithashtu, arrat në përgjithësi janë një zgjidhje shumë i mirë. Çdo lloj arre përmban një sasi të mirë yndyrrash të shëndetshme. Këto yndyra njihen për të përmirësuar kontrollin e sheqerit në gjak. Çaj. Çaji është plot me antioksidant. Shumica e mjekëve sugjerojnë që të pini çaj në baza natyrore ditore, jeshil ose të zi, përsa koshë rreptësisht çaj pa sheqer të shtuar. Patate e ëmbël. Ne të gjithë e dimë se patatet e bardha nuk janë edhe aq të mira për shëndetin, por fatmirësisht na është dhënë një patate e cila ka përfitime shëndetësore. Zvogëlon rezistencën e insulinës, ul kolesterolin dhe parandalon rritjen e nivelit të sheqerit në gjak. Vaj i ullirit. Vaji i ullirit është një nga burimet më të mira për të luftuar diabetin. Në mesdhe, vaji i ullirit është një element kryesor që kontribon në jetëgjatësi dhe në një mënyrë jetese tepër të shëndetshme. Tërshëra. Tërshëra e ndihmon trupin tuaj të ngadalsojë shndërrimin e karbohidrateve në sheqer. Ajo është e ngarkuar me fibra. Kanella. Një nga gjërat më të mira për kanellën është një zëvendësim i mirë i sheqerit tek ëmbëlsirat. Studime sugjerojnë se ajo mundet që të ulë nivelin e sheqerit në gjak. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!